njohur dhe më të dashur të muzikës shqiptare. Shkurte Fejza, me një duar trokitje të madhe, me një karrierë gjithnjë në ngjitje dhe një zë të jashtëzakonshëm, zëri i kombit Shkurte Fejza na ka prekur të gjithëve me këngët e saj, të cilat pasqyrojnë emocion, traditën dhe kulturën tonë. Ajo është një artiste që ka arritur të krijojë një lidhje të ngushtë me publikun e saj, duke sjellë në skenë energji dhe pasion. Këngët e Shkurtës janë jo vetëm melodi, por edhe histori. Ato na bëjnë të ndihemi krenar për rrënjët tona dhe kulturën tonë të pasur shqiptare. Shkurte Fejza është një simbol i muzikës që kalon brezat dhe një ambasadore e shkëlqyer e vlerave tona. Ju lutem bashkoni me mua për të mirëpritur në skenë këngëtaren e madhe Shkurte Fejza me një duar trokitje të madhe. Zonja dhe zotrinj, Shkurte Fejza! Mirë se vini me snesh sa knejtësi dhe mirë ju kemi këtu në mesin tonë sonte. Së bashku me ju vjen dhe zoti Nasërnika, organizatori i kësaj mbrëmjeje për t'ju dhuruar një certifikat mirënjohjeje dhe vlerësimi. Nësi e madhe që kam arrit që ikonës shqiptare t'ju javëroj një mirënjohje nga kompania spektakle nga Albes Park. Kështu që është një vlerësi jashtëzakonisht e madhe për mua që javëroj ikonës shqiptare. Faleminderit shumë, përshëndetje Ana Mali, përshëndetje Ulqini, përshëndetje mërgjimtar nga Amerika dhe kudo ku jeni dhe faleminderit që asnjëherë nuk e harroni vendlinjen tuaj. Faleminderit. Një duar trokitje të fortë për gjithë mërgjimtarët të cilët japin kontributin dhe kudo ku janë mendjen dhe zemrën e kanë tek vendlindja. Faleminderit shumë. Unë ju falenderoj nga zemra që për 50 vite me radhë keni mbështetur dhe i keni dashur këngët e mia, sepse ato pa ju nuk kanë kuptim. Faleminderit shumë. U jam thellësisht mirënjohëse. Faleminderit Ana Malit, faleminderit Ulqinit, faleminderit gjithë juve që keni kontribuar dhe keni dhënë një kontribut të pamohshëm për kombin tonë. Dhe ju falenderoj. I falenderim të veçantë Ana Malit. Kosova është mirënjohëse sepse na e keni dhënë edhe kryeministrin e Kosovës. Faleminderit. Të nderuara zonja dhe zotëri, ky takim nuk do t'ishte i mundur pa shoqatën shqiptare amerikane dhe Nasërnika, të cilën e falenderoj. Faleminderit edhe për mirënjohje për mua jeni ju, duar trokitjet tuaja dhe mbështetja juaj për 50 vite. Faleminderit shumë. Sot po njihem shumë mirë në mesin e gjithë këtyre këngëtarëve, të cilët janë munduar që t'japim më të bukurën nga ata për ju. Faleminderit. Unë kam zgjedhur disa këngë të mia, të cilat ju i dini dhe i doni dhe i keni përcjellë dhe i keni kënduar gjatë gjithë këtyre viteve. Do të filloj me një këngë të cilën e di që është në zemrën e çdo shqiptari. Të gjithë ata që dinë me e vlerësua lirin dhe njohin çmimin e saj, e duan këngën Mora fjalë, këngë për Adem Jasharin. Do të këndojmë bashkë. Faleminderit shumë. Mora fjalë
do të vazhdoj me këngën Xhamadanin Via Via, është Kosova, është Shqipëria.